Ani Besant, në librin e saj Jeta dhe mësimet e Muhamedit shkruan: është e pamundur për çdo që studion jetën dhe personalitetin e këtij profetit të madh arab dhe mëson se si jetoi ai dhe si i mësoi njerëzit të mos ndjej respekt për këtë profet të ndritur, një nga të dërguarit e mëdhej të Zotit. Dhe ndonë se unë do të përmend në atë që do t'ju rrëfej gjëra që mund të jenë të njohura për shumë njerëz, prapse prap, unë ndjej një admirim dhe respekt të përtrirë për këtë mësues të madh arab. A doni të më thoni se një burr në kulmin e rinisë së tij, pa i kaluar të 24 vitet, pas martesës me një grua shumë më të madhe se ai në moshë dhe që i qëndroi besnik asaj për 26 vjet, pastaj kur arriti moshën 50 vjeç, moshë kur pasionet trupore fillojnë të shuhen, u martua për të kënaqur dëshirat e tij? Jo, nuk është ky gjykimi i drejtë për jetën e njerëzve. Po të shikoni gratë me të cilat u martua, do të shihni se çdo martesë nga ato kishte një qëllim, ose për të hyrë në një aleancë në dobi të ndjekësve të tij dhe fesë të tij, ose për të fituar diçka që sillte përfitim për shokët e tij, ose sepse gruaja me të cilën u martua kishte nevojë të madhe për mbrojtje.